skadoi afati për miratimin e kodit zgjedhor në Kuvend, i cili ishte pjesë e obligimeve të agjendës reformuese, ndërsa si pasojë Maqedonia humbi edhe 4.2 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian. Partitë gjatë periudhës së kaluar nuk arritën të gjejnë konsenzus për këtë çështje, ndërsa polemikat më të mëdha u zhvilluan rreth asaj nëse duhet të mundësohet votimi i diasporës. Nga VMRO-DPMNE akuzojnë se LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja janë fajtorët pse nuk u miratua kodi zgjedhor. Stравот од поразот на изборите, кој е повеќе од евидентен, направи овие три политички партии да се здружат и да го блокираат еден од најважните закони за политичките партии. Иако како никогаш досега имаше простор за консензус и слух од владата, тие одбраа обструкции. Иако како никогаш досега имаат партија на власт која им вели договорете се што сакате и токму тоа ќе ви биде прифатено. Тие тоа го одбија. Kodi zgjedhor kërkon konsenzus të gjerë politik ndërmjet të gjitha subjekteve parlamentare në vend, thon nga Vlen. Ata shtojnë se gjatë të gjithë kohës kanë qenë të gatshëm për dialog me opozitën. Një prej kërkesave të cilat ne kemi paraqitur ka të bëjë edhe me inkuadrimin e diasporës në votimin që do ndodhë në zgjedhjet e ardhshme dhe mendojmë se kjo është një prej kërkesave kryesore të cilat i kemi dhe për të cilat do të insistojmë në vazhdimsi. Qëndrimi tonë është bashkangjitur edhe partneri jonë i koalicionit, do me thonë jemi shumë të interesuar që t'ja mundsojmë diasporës që të votojë në vendlindje në zgjedhjet e ardhshme. Nga LSDM thonë se fakti që Maqedonia humbi 4.2 milion euro nuk është asgjë në krahasim me atë që vendi humb për shkak të bllokimit të rrugës evropiane nga ana e qeverisë. Не се губат 4 милиони евра поради изборниот законник, милиарди евра се губи стратешката цел, иднината се губи поради закочениот европски пат. Политиката на Мицковски ја држи земјата во изолација и ги лишува граѓаните милиарди евра европски пари. ВМРО-ОКГ намерно го туркаше изборниот законник со спорни одредби за изборна кражба преку гласовите од диаспората за да создаде привид дека опозицијата го блокира европскиот пат. Nga Levica thonë se nuk janë humbur 4 milion euro, por vetëm VMRO-DPMNE-ja dhe LSDM-ja i siguruan vetës 10 milion euro për propagandë politike. Me skadimin e afatit për miratimin e kodit të ri zgjedhor, pushteti edhe njëherë po përpiqet të bindë opinionin se Maqedonia humbi rreth 4 milion euro fonde evropiane për shkak të Levicës, por po heshtet plotësisht një pasojë shumë e rëndësishme. Me mbetje në fuqi të kodit aktual zgjedhor, mbetet edhe sistemi i reklamimit politik me pagesë, përmes të cilit partitë më të mëdha politike do të ndajnë rreth 10 milion euro mjete publike. Kodi zgjedhor ishte obligimi i 10 që Maqedonia duhej ta përmbushte në kuadër të agjendës reformuese. Me mosmiratimin e tij, vendi humbi 4.2 milion euro nga fondet e planit të rritjes së Bashkimit Evropian.